po duhet t'jesh i çmendur. Një administratë që vetëm ditën e djeshme 5 inspektorë TIMT u arrestuan, 6 tjerë u shpallën kërkim. Të janë organizatë kriminale, jo administratë publike. Si e quani ju këtë administratë publike? Drejtorin tjetër të OST-s ju a kapën me 40 milion euro kokainë e kishit pasur dhe ish kryetar komune, atë në Fraku, apo e harruat. Këtë vis berberin e keni në burg. Këto skemat 5D, 5B, 5V, 5Zh, që i keni shpikur ju, gjithë skema vjedhje të kësaj administrate. Nga e para tek e fundit. Se këto ministrat tu nuk firmosin më. Edhe Belinda tani nuk firmos më. E hodhi firmën e fundit atje, nuk firmos më. Firmat ja u vini drejtorëve, administratës. Futuni ju në burg për ne. Pastaj gjova këtu, do fitojmë, ne kemi fituar, sa kemi fituar, po mor, po ju keni fituar, po pyetja është, po shqiptarët me këto fitore tuaja kanë fituar? Jo, ju fitoni, ndërkohë që shqiptarët largohen. Për shkak kësaj administrate, kemi sulmuar ne ambasadorin e Bashkimit Evropian dhe këtë ta thot një parti e cila kryesohet nga ky njeri. Për të treguar se çfarë ka ndodhur. Fakti që përvjetori i parë i hyrjes NATO e gjen opozitën të angazhuar në organizimin e protestave në të gjithë Nuk gjoni, t'ju a kujton Taulanti, kur protestonit kundër NATO-s, dilte ky thoshte e presim NATO-n me protest. Kujtoja Taulant si organizohet i takimet dhe protestat. Ju do na flisni ne që sulmojmë Perëndimin? Ju që s'keni lënë gjë pa thënë kundër Perëndimit? Dhe na tregoni se po sulmojmë ambasadorët, sepse po i themi qytetarëve shqiptar që ngriuni, mbroni familjen nga ligji Soros, nga një ligj që thot ka 100 gjini, nga lëvizja WOK, që sponsorizohet nga një shoqat që hetohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si organizat kriminale. Puthuni sa të doni, përqafoni sa të doni me shoqatën, por nuk e ndryshon faktin që është në hetim si organizat e mirëfillt kriminale. Dhe fitoret që i shpallni, fitoret një qeveri do t'i shpallte nëse fitonte edhe Shqipëria. Po çka ka fituar Shqipëria gjithë të kohë që keni qeverisur ju? Më shumë taksa. Kemi taksa